Ditën e sotme në gjykatën speciale në Hag po zhvillohet një prej seancave më të rëndësishme në gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Ata do të kenë në dispozicion nga 20 minuta për t'u drejtuar gjykatës me deklaratat e tyre përmbyllëse. Avokati i Hashim Thaçit, Luka Mishetić, tha se nuk ka asnjë provë që Thaçi ka patur rol në kryerjen e krimeve, apo ka transmetuar qëllimin e përbashkët kriminal të akuzuarve, apo të ketë patur rol në artimin dhe shpërndarjen e komunikatave të UÇK-s. Konsensusi i provave dhe dëshmitarëve ndërkombëtar dhe brenda UÇK-s ishte se Thaçi nuk dyshoi se ishte përfshirë në krime lufte apo në ndonjë politik që shënjestronte kundërshtarët. ZPS tha në kundërpërgjigjet e tyre të hënën se mbrojtja nuk dëshiron që ju të bëni punën tuaj si gjykatës. Mbrojtja e di që do të pranoni provat tona. ZPS është që nuk dëshiron të bëni punën tuaj, por të tyre duan që ju të gjeni prova që ata nuk arritën të gjenin. Ata dështuan të gjenin prova, tha Mishetić. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali deklaroi këtë të mërkurë se korridori 8 përbën më shumë se një projekt infrastrukturor, duke e cilësuar atë një nevojë strategjike për rajonin. Në hapje të sesionit qendror ku marrin pjesë zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani, ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Timço Mucunski, zëvendës ministri i jashtëm i Bullgarisë Nikolaj Pavlov, si dhe administratori i Rumanisë në Shqipëri Oktavian Sherban, Spiropali theksoi dimensionin historik dhe gjeopolitik të projektit. Sipas saj, koncepti i ndërlidhjes shkon përtej infrastrukturës fizike, pasi nënkupton zhvillim, qëndrueshmëri dhe siguri për vendet e përfshira. Ajo theksoi se projekti është në qendër të politikave kombëtare të transportit. Spiropali u ndal edhe në aspektin e sigurisë, duke cilësuar korridorin e 8, një aset me rëndësi për ndërveprueshmërinë brenda NATO-s dhe për arkitekturën e sigurisë në krahun jugor të aleancës. Në përmbyllje, ministria theksoi se faza e ardhshme e projektit duhet të fokusohet në hapa konkret dhe zbatim praktik, me synim zhdërrimin e korridorit 8 në një arterie plotësisht funksionale europiane. Në Tiranë ditën e sotme po zhvillohet ministeriali i korridorit të 8, ku mori pjesë edhe ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani. Në fjalën e tij, ai e cilësoi projektin si një vendim e peshë politike dhe pjesë të strategjisë italiane për afrimin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Tajani theksoi se Roma e konsideron korridorin e 8 jo vetëm si investim infrastrukturor, por si instrument për të forcuar lidhjet mes rajonit dhe Europës. Ai konfirmoi angazhimin e Italisë për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit. Ai e vendosi theksin tek termi ribashkim, duke sqaruar se sipas tij, procesi i antarësimit nuk përbën zgjerim të BE-s, por i kthim të vendeve të rajonit në familjen europiane. Në përfundim, ai riafirmoi gatishmërinë e Italisë për të forcuar bashkëpunimin politik dhe ekonomik në Ballkan. Vendosja e emrit të vet në nismën që PS dorëzoi në kuvent për ndryshimin e kodit të procedurës penale nga Edi Rama është një simbolik politike. Krejt normalisht, nisma mund të ishte hartuar dhe propozuar nga një grup juristësh të grupit socialist, të cilët nuk janë pak, apo edhe nga emra që në lidhje me drejtësinë kanë punuar që në reformën e vitit 2016, si Fatmir Xhafa për shembull, i cili në mbledhjen e grupit kur u lexua dhe u shpall drafti, nxinte i tëri. Edi Rama me vendosjen e emrit të tij në krye të nismës, i rrethuar nga Ulsi Manja dhe Tauland Balla, ka dërguar një sinjal politik tek ata që e mbështesin SPAK, më shumë se sa tek prokurorët. Ishte një lëvizje e koduar për të negociuar në distancë, pikërisht me fuqinë që sot e mbështet më shumë SPAK dhe hetimet ndaj qeverisë, përkatësisht Gjermaninë, e cila dukshëm është partizane e depërtimit të hetimeve në zemër të qeverisë së Edi Ramës. Ndryshimi në kodin e procedurës penale është më shumë një flusk sapuni sesa një zgjidhje reale ligjore për të ndaluar përdorimin e pezullimit nga ana e prokurorëve special. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama para 2 ditësh vizitoi Prishtinën, ku takoi homologun e tij Albin Kurti, si dhe presidenten Vjosa Osmani. Gazetarja Blerta Dalloshi Berisha ka treguar disa prapaskena se si u përkthye ky takim i zhvilluar midis Ramës dhe Osmanit. Sipas saj, duket se Rama i dha një përkrahje të mëtejshme mundësisë që Osmani të gëzojë një mandat të dytë presidencial, pavarësisht se deri më tani nuk ka pasur një kandidaturë. Megjithatë, lëvizje priten deri në datën 4 mars. Në të kundërt, nëse nuk ka kandidaturë për presidencën, Kosova shkon sërish në zgjedhje. Papa Leoni XIV ka refuzuar ftesën e Donald Trump për të bashkuar me Bordin e Paqes, ku Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen. Kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, u tha gazetarëve të martën se Papa kishte një numër shqetësimesh në lidhje me iniciativën dhe se si rezultat ai nuk do të marrë pjesë. Gazeta britanike The Independent shkruan se Trump ka ftuar një numër udhëheqësh botror
të bashkohen bordit i cili fillimisht ishte konceptuar si një organ për të mbikëqyrur armëpushimi në Gaza dhe për të koordinuar rindërtimin e rripit pas konfliktit midis Hamasit dhe Izraelit, që atëherë fush veprimi i tij është zgjeruar, me Trump që thotë se do të ishte në një pozicion të mirë për të adresuar një sër mosmarrveshjesh globale. Disa e shohin atë si një përpjekje të presidentit të SBA-s për të krijuar një forum shumë planësh alternativ ndaj OKB-s, të cilin ai e ka kritikuar vazhdimisht si të papërshtatshëm për qëllimin. Një sëmundje tropikale shumë e dhimbshme e quajtur chikungunya mund të transmetohet tashmë nga mushkunjat në pjesën më të madhe të Europës, sipas një studimi të ri. Rritja e temperaturave për shkak të krizës klimatike ka bërë që infeksionet të jenë të mundshme për më shumë se 6 muaj në vit në Spanjë, Greqi dhe vende të tjera të Europës jugore, si dhe për rreth 2 muaj në vit në juglindje të Anglisë. Shkencëtarët paralajmërojnë se me vazhdimin e ngrohjes globale, përhapja drejt veriut është vetëm çështje kohe. Studimi analizon për herë të parë në mënyrë të plotë ndikimin e temperaturës në kohën e inkubacionit të virusit tek mushkunja tigër aziatike, e cila është përhapur në Europë gjatë dekadave të fundit. Sipas të dhënave, temperatura minimale në cilën mund të ndodhë transmetimi është 2.5 gradë Celsius më ulët nga sa vlerësohej më parë. Studiuesit e cilësojnë këtë diferencë si mjaft tronditëse. Zhvillimi i shpejtë i Kinës në fushën e robotikës u reflektuan aktivitetet e organizuara në kuadër të CCTV Spring Festival Gala, programi tradicional televiziv që shoqëron festimet për vitin e ri hënor. 4 kompani start-up të robotikës, Unitree Robotics, Galbot, Noetix dhe Magic Lab, prezantuar robotët e tyre humanoid në këtë ngjarje me audiencë shumë të gjerë, e cila shpesh krahasohet me Super Bowl-in në Shtetet e Bashkuara për nga ndikimi dhe shikueshmëria. Në skeçet e para dominuan robotët, ku spikati një demonstrim i gjerë i arteve marciale. Më shumë se një dyzinë robotësh të kompanisë Unitree realizuan skena të koordinuara luftimi me shpata dhe shtiza. Në program u prezantua edhe chatboti i inteligjencës artificiale Dubao, i zhvilluar nga ByteDance, ndërkohë robotë të kompanive Notix dhe Magic Lab morën pjesë në skeçe humoristike dhe koreografi së bashku me performues njerëzor.